Ndërkohë unë kam kënaqësinë e veçantë që të kem të ftuar në studio zonjën Riselda Sejdia, koreografe dhe pedagoge në Akademinë e Arteve. Mirëmëngjes Riselda, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Çka ku është ky libër? Kërcimi modern që sapo është hedhur në treg, pikërisht dje është promovuar apo jo? Dhe është libri i parë i këtij lloji në Shqipëri. Si erdhi ideja e këtij libri fillimisht? Ka ardhur shumë thjesht faktikisht. Një ditë takoj profesor Agronit. Agronaliaj, kam pasur profesor që në vitet e para të mijat kur kam qenë shkollë baletit dhe pim një kafe si zakonisht, miqësisht dhe i them profesor, kam filluar pedagoge në Akademinë e Arteve dhe më është besuar lënda e kërcimit modern. Këtu duat ndalem pak sepse që më është besuar lënda e kërcimit modern ka qenë merita e profesoreshës time Kozeta Bakiu, të cilën e falenderoj shumë dhe jap një puthje. Ajo e ka pasur këtë lëndë që në vitet 94 dhe e ka dhënë shumë profesionalisht dhe në momentin që unë vajt atje, normalisht më duheshin orë dhe ishte e para që tha Risi, kërcimi modern të e ke pasur qef gjithmonë, unë e di sa e aftje dhe e ndjen me shpirt kur e kërcen dhe pse jo mos t'jeshti pedagoge e kësaj lënde, do me thënë. Dhe më dha me kënaqësi dhe më tha, nuk do të ndërryj fare, ti do jesh e vetmja që ta bësh programin ashtu si çdo ti, se unë e di që ti e bën. Dhe besoj se ja kemi arritur qëllimin deri këtu tani. Dhe erdhi ideja e këtij libri për shkak të mungesës, besoj, të literaturës apo të librave, le të themi, teorik. Sigurisht, unë vetë ku kam qenë studenta, nuk e kam pasur fatin që të kem një libër si puna këtij që është ka dalë tani. Lëndën e kemi trajtuar shumë mirë, kemi përcjell lëvizjen në trupin tonë moderne, por pa i ditur termat dhe pa i kuptuar se çfarë emri kanë më saktë. Dhe për këtë shkak, unë nxita, shtyp si kryesor ka qenë dhe profesor Agroni, në fakt tha literaturë të kërcimit modern nuk keni, pse mos t'jesh ti e para që ta bësh. Me kënaqësinë më të madhe u shtyva dhe nga vetë studentët, se shifja që programi i lëndës faktikisht ka ndryshuar tani dhe në bazë të atij programi është hedhur dhe libri që i përket programit mësimor. Dhe janë të shpjeguara teorikisht, praktikisht, metodika si duhen bërë. Po është gjë e bukur sepse studentët janë më të kënaqur kur i shohin në libër gjërat, ndërkohë dhe shpjegimi në mësim. Megjithatë nuk e di sa i vështirë ju rezultoi le të themi të shkruarit e këtij libri. Ju keni qenë një balerinë shumë e talentuar, e suksesshme, e më pas edhe tashmë edhe koreografe dhe më pas dhe pedagoge. Gjithsesi të shkruarit nuk është dhe aq e Ka qenë eksperiencë e parë Gerta për mua, edhe ndërkohë ka qenë edhe e vështirë, edhe e bukur, po edhe më frymëzonte gjatë gjithë kohës. Sidomos ato orët e vona në darkë kanë qenë shumë të shijshme, megjithëse do i kërkoj ndjes edhe bashortit edhe djalit tim, sepse i kam kushtuar pak vëmendje. Megjithatë i falenderoj këtë. Sa mirë që pas ke gjetur kohë me gjitha. Dua të them që këtu kemi parathënien. Po. Ndërkohë ne po ndjekim edhe në fakt pamje nga promovimi i këtij libri dje. Kjo ishte surprizë. Mbas dite. Po, ky ka qenë kërcimi modern me koreografi time, ku shoqërohen me 4 studentët të cilët janë protagonistë edhe të fotove brenda në libër. I përshëndes dhe ato shumë se kanë bërë një punë shumë të mirë dhe përveç se ka qenë libri parë, ja dhe profesor Agroni, Bela, Zyshta Uta që ka qenë zysha ime parë, Piti e para që më ka Roberta Mone, ja dhe Riselda. Dhe themi brezi i ri. Brezi i ri, po. I koreografe dhe i pedagogëve. Gerta, do më thonë, paka shumë ka qenë një inspirim shpirtëror që falenderoj shumë Zotin që më dha forcën që u bëra pjesë e kësaj krimtarie. Falenderoj bashortin tim Ajdin Sedin që më kanë mbështetur gjithmonë krimtarit e mia, po ashtu dhe në libër. Dhe mbi të gjitha falenderoj dhe prindit e mi që më kanë mbështetur moralisht. Mbi gjitha, edhe ajo duhet, edhe mbështetje morale duhet shumë. Ndërkohë unë do mundohem edhe të paraqes edhe pjesë nga libri. Pra libri nuk është thjesht shkronja e zeza mbi të bardhë, por është i shoqëruar edhe me fotografia, apo jo, të lëvizjeve. E bukura është sepse këto fotografi janë realizuar nga vetë studentët e Akademisë Arteve. Nuk është se është bërë një punë që merr fotografi nga interneti dhe vë një kapak dhe mbyllet libri. Kjo është e bukura.
Megjithatë është një libër shumë cilësor. Faleminderit. Faktikisht për këtë dua të falenderoj shtëpinë botuese Pegi, sepse janë përkushtuar jashtë mase. Kanë qënë, unë bajem që këshu si vezvese, i kam ditu në kokë librit, po dhe ato janë të reguar shumë profesioniste. Kam punuar me shumë kujdes dhe i falenderoj për këtë gjë. Dhe se në të flisim pak më në thellësi, ose në brëndësi të librit, le themi çfarë përmban? Përmban që nga bazat, nga lëvizjet, kërcimet e ndryshme, unë nuk marrë shumë nga baleti në fakt. Po, ky libër, faktikisht, mban një anë teorike në kapitullin e parë, që të bëhet hyrja që kushdo që ta lexoj, jo dhe vetëm profesionistët, po dhe njerëz të tjerë ose që kanë qef baletin modern, mund ta kuptojnë shumë mirë si hyrje nga ana teorike. Më pas përmban, siç thash dhe më parë, programin që bëjmë neve në akademi, janë të shpeguara me fotot vijuara dhe me shkrimin brenda, përmban lëvizjet bazë të kërcimit modern, nuk kemi hyrë në ulëmtim të thellë shkencor që ta përhapim lëndën, vetëm thjesht është një hyrje. Këtu dua të përmend çik shprehjen e profesor Shpëtimit Dajçit, se kur e ka parë librin tha, Riselda tha, ke hapur Oreksin, tha, është një libër që tap Oreksin. Duhet vi edhe... Që është një fillim, që janë... Do të vi edhe ndonjë libër tjetër? Po, sigurisht. Duke qenë se ky libër i parë pati sukses, erdhi në ndihmë të studentëve, po në fundit edhe të atyre njerëzve që duan të dinë më shumë për kërcimin modern. Nuk është keq ta lexosh këtë libër apo jo? Për një kulturë më të gjerë. Është shumë mirë dhe besoj se do ketë dhe volumet tjera, më të mbushura, më të realizuara. Jo se ky nuk është realizuar, po thash, është një hyrje dhe nuk kemi zgjeruar shumë. Domethënë anën teorike janë marrë vetëm bazat. Edhe në teori dhe në praktik. Ndoshta këto do të vinë në të ardhmen apo jo. Sigurisht. Gjithsesi ky është një libër që u vjen në ndihmë studentëve, por edhe kujdo tjetër që edhe fëmijëve të vegjël që ndoshta tani kanë filluar ato hapat e para në kërcim, ky libër mund të vijë shumë në ndihmë. Ndërkohë, ju vazhdoni dhe doktoraturën apo jo, Riselda? Sigurisht, vazhdoj doktoraturën, isha fituese këtë vit pikrisht në doktoratur në etnofolklor, ndjek degën e etnofolklorit. Më pëlqen shumë, sepse kam pasur kontakt edhe me vallet popullore, se më përpara kam qenë në asamblin e shtetit punonjëse. Edhe për këtë shkak e njoh shumë mirë folklorin dhe gëzohem që e ndjek doktoraturën në shumë bukur, tingëllon bukur doktor shkencash në kërcim, vërtet shumë interesante. Megjithatë ju folët pak edhe për hyrjen tuaj si pedagoge në Akademinë e Arteve. Sa e vështirë është ose si është kjo punë, le të themi me studentët? Pedagogjia është një talent më vetë. Është talent më vetë. Duhet të jesh balerinë talentuar, mund të jesh koreograf e talentuar, por gjithsesi pedagogjia është tjetër gjë. Si e ndjeni? Më ka prirë shumë mirë, e ndjej që studentët më duan, më respektojnë, mundohem mos të jem shumë e ashpër, megjithëse ka dhe disa pjesë që duhet të jesh pak, domethënë që t'i vësh në funksion pune, por shkojmë si shok, jemi shumë mirë me njëri tjetrin, kemi mirë kuptim, punojmë mirë bashkë. Ky është brezi i parë, sa ti brezi është që ju punoni? Unë jam e re, akoma nuk kam bërë një vit. Akoma nuk kam bërë një vit. Pra ky është brezi i parë, mënyra që do të dalin, le të themi, nga dora juaj, të studentëve. Ndërkohë vazhdojnë aktivitetet, sidomos edhe në Kosovë, ku ju keni një shkollë kërcimi apo? Tashmë nuk e kam më, e kam pasur. Faktikisht dua të zgjerohem pak këtu. Kam qenë kërcimtare e Arjan Sukniqit, që e përshëndes, sepse dhe Arjani ka luajtur një rol të veçantë në jetën time më përpara, ku e ka futur dhe ai shumë kërcimi modern që ne kemi praktikuar, nuk është për shembull që kemi shkuar në akademi dhe nuk e kemi njohur. Pastaj kam qenë asistente e Gozeta Bakiut në televizion në Top Channel, në TVSH po me Arjanin kemi kërcyer, në Klan kam pasur eksperiencë me koreograf Albinakon, do më thënë ka qenë një eksperiencë shumë e gjëre imja, më pas u shkëputa, sepse u martova. Mirë bëra. Mirë bëra. Bëra çunin edhe kemi jetuar në Dubai. Në Dubai nuk është se kam lënë vetëm pauzë, kam ndjekur shkollat të ndryshme ruse që kanë qenë në Dubai, kam marrë pjesë në për konferenca, seminare, por jo që të kërcej. Kurse në Kosovë, mbas 2 vjetësh jetesë atje, shkojnë në Kosovë, atje nuk mund ta shtyja dot më vetëm me seminare dhe kështu dhe mendova që të hap një shkollë sepse Kosova ka nevojë, faktikisht. Dhe
respektohet kultura paka shumë, jo, nuk duha të them më shumë se këtu, po ato ka nevojë më shumë se këtu ka shumë gjerësi. Dhe ajo shkollë eci shumë mirë, ishin grup mosha të ndryshme, aty u praktikua shumë kërcimi modern, ndërkohë bëheshin dhe zhanre tjera të kërcimit, por kërcimi modern ishte baza që fëmijët edhe e kishin qef. Edhe ajo më shtyu që studiova akoma dhe më shumë literaturën, studioja gjatë gjithë kohës, kanë ardhur fëmijët dhe në Tiranë, jashtë domethënë kanë lëvizur me performancat ndryshme. Ka qenë një vjetori pastaj shkollës SRB, ku u bën gjithë përmbledhja, gjithë puna. Aty u kurorëzua me një balet kontemporan për fëmijë Barbara dhe 7 xhuxhat, e erdhi në stilin modern. Po diku ka qenë një eksperiencë në këtë libër, fotografit. Më pas e ndodha se erdha këtu. Ja tek e kemi, këto janë. Këto janë fëmijët. Këtu pikërisht është shfaqja një vjetori i shkollës SRB, me datë 15 nëntor 2009. Po, më pas pse vendosët ta mbyllnit shkollën? Sepse familjarisht vendosëm që të vinim Tiranë dhe për mua me thënë drejtën ishte në qik ngacmuese fakti që do ta mbyllja shkollën, por isha dhe shumë e lumtur që po u ktheja në Tiranë, të jem e sinqert. Dhe pastaj vazhdova në Megjithatë edhe në Kosovë ju patët eksperjencat tuaja apo jo, si koreograf? Ka qenë mund të them që më ka shërbyer shumë, dhe pse për momentin nuk e kuptoja, sepse e quaja edhe nga një anë thjesht biznes, që po më ecte shumë mirë, por tani e kuptoj që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua dhe më ka bërë që të eci përpara dhe më shumë. Domethënë e ndjej veten të realizuar me eksperiencën, se përveç se isha koreografe dhe drejtoja shkollën. Dhe të merresh me ato fëmijët e vegjël, sjellin kënaqësi, janë si ëngjël nëpër sallë. Ka qenë gjë shumë e bukur, domethënë. Mirë, tashmë aktiviteti juaj është në Akademinë e Arteve, apo jo? Ndonjë shkollë tjetër këtu në Tiranë, ndonjë plan për të ardhmen, përveç ndonjë libri tjetër që do të pasojë këtë të parin? Janë futur me shumë frymëzim akademisë, me frymëzim të madh. Po, pikërisht. Domethënë, është edhe studimit një të kohë, edhe pedagogjia. Kam përshtypjen, kështu i mendoj gjërat të paktën unë, që në momentin që të paktën ke dy gjëra, sikur e treta vjen e tepër, se nuk mund ta bësh siç duhet. Se je ngarkuar dhe nuk mund ta bësh siç duhet. Kështu që të mbaroj mirë këto, asnjëherë nuk thuhet kur, nuk i di. Për momentin ndjesh vërtet ndjehem e realizuar për momentin. Edhe me studimet tuaja. Po, sigurisht. Përveç familjes, natyrisht që merr është pjesa tjetër, kohën e vet. Gjithsesi, ju përmendët Agronalia, që është një brez pak më i vjetër, i madhi, i mirënjohur i Agronalia, më pas le të themi përmendet edhe shumë pedagogë të tjerë më të rinj, por që dhe ata i kanë dhënë shumë, le të themi, koreografisë dhe kërcimit në Shqipëri. E quani vetëm pak brezi i ri i koreografisë? Sigurisht që e quajmë, po aman e quajmë veten edhe e reja sill gjithmonë të renë, dhe nga ky fakt unë frymëzohem, plus i falenderoj shumë gjithë kolegët e mi dhe gjithë pedagogët e mi që më kanë ndjekur, sepse kanë bërë një punë shumë të frytshme, shumë të realizueshme, kanë bërë me shumë profesionalizëm, dashuri, dhe kjo gjë ka ndikuar tek ne, që jemi rritur profesionalisht shumë mirë. Shohim pamje të tjera, ndërkohë është duke folur Agronalia. Nuk e di si u ndjeve dje në mbrëmje, mes migjve, mes pedagogëve. Me thënë të drejtën, e kisha menduar që do më respektonin dhe nuk dua që të tregojnë, po e prisja që do fliteshin ato fjalë për mua, se paka shumë dhe kur kam qenë studente dhe nxënëse, e kam djerë brenda meje që kam pasur një respekt shumë të madh për ato, po ashtu dhe e kundërta. Nga njerë gjërat ndihen. Nuk ka nevojë. Dhe isha shumë e lumtur, shumë e privilegjuar dje. Unë ndjeva shumë e lumtur. Si është raporti të jesh balerin, pra të jesh vetë interpretuesja, dhe të jesh koreografe? Jam kurioze. Kjo e bëre pyetje shumë të bukur, është pyetje shumë të re të ngjeshur, le të themi. Po, shumë pyetje interesante dhe bukur njëkohësisht. Kur je balerin që kërcen, ke atë ndjenjë brenda vetes që të dalë sa më mirë, të tregoj anën shpirtërore, të jem dinamike, të kum paktën funksionon kështu. Kurse në koreografi, e ke parasysh kur bën fëmin, që mezi pret ta shofër si do dali, ashtu është dhe koreografia, është një krim i joti, ke tjetër ndjenjë.
Emocioni për mua është më i madh kur ti nxjerr një krijimtari se sa ti kur kërcen vet. Kur kërcen vet gjithmonë do të kënaqesh pedagogun. Na kaloj. Kur kërcen vet gjithmonë do të kënaqesh koreografin që ke ose pedagogun tënd. Kurse kur e krijon vet, ke emocion të papar, se jetër kohës, inshallah po e bën mirë, a do pëlqehet, domethënë janë të tjera emocione. Dhe janë emocione të tjera, por emocione shumë të bukura. Shumë të bukura. Gjithsesi. Mirë, unë dëshiroj të kujtoj edhe një herë ky libër, Kërcimi modern nga Riselda Sedia, tashmë është në botim apo jo në gjitha librarit, vetëm ata që janë të interesuar duke qenë se i përkasin këtij profesioni, por kushdo, edhe për një informacion, për një kulturë më të përgjithshme do të ishte bukur që të lexohej. Riselda, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, suksese në të ardhmen, besoj se do të kemi mundësi për të qenë përsëri së bashku. Faleminderit dhe juve, Gerta, për ftesën, faleminderit patjetër që do ketë.